Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që duan vëmendje 24/7. Në vend të parë Luani, vëmendja e tij është oksigjen. Është mbreti i zodiakut dhe mbretit i duhet audiencë. Kjo shenjë jeton për lavdërime, komplimente dhe momente kur të gjithë syt janë tek ai. Ai nuk e bën nga egoja e keqe, por thjesht sepse e ka energjinë e tillë, karizmatik, i fortë, dominues dhe i bukur. Kur Luani nuk merr vëmendje, fillon të mërzitet, të humbas shkëlqimin dhe madje të testojë vetëm që të sigurohet se ti e vlerëson. Në vend të dytë Binjakët. Binjakët duan buzëqeshje, vëmendje dhe komunikim konstant. Janë magnet social, ata duan të flasin, të dëgjohen, të jenë qendra e bisedës dhe burimi i humorit. Nëse nuk u kushton vëmendje, do ta vësh re menjëherë që do të fillojnë të sillen çuditshëm, do zhduken ose do kërkojnë dikë që u mban ritmin. Ata kanë nevojë të ndihen të dëgjuar, të veçantë dhe interesant. Për Binjakun, mungesa e vëmendjes është e barabartë me mos interesin. Dhe kur ai e ndjen këtë, ikën pa të lajmëruar fare. Në vend të tretë, Dashi. Dashi nuk duron dot të injorohet as 5 minuta. Dashi ka personalitet të fortë, zjarr, impulsiv dhe ego të pastër. Ai është lider i lindur dhe do që të ketë këtë gjë dhe ta shohin të tjerët. Nuk e toleron mos vëmendjen, mesazhet që nuk i kthehen, indiferencën apo mungesën e interesit. Nëse ti nuk i jep vëmendje, Dashi fillon të irritohet, të mos ketë durim dhe të kërkojë dikë që i jep energjinë që ai kërkon.